një koment që her pas here vjen, thot kështu. TikTokin e kanë marru shafirat, a nuk është haram me dalju në TikTok? Shumë e vjetër kjo, pashim para mikrofonin, zëshnikat kanë kriju që avjet që i përdërin në gjami. Është normal, ka dalë TikToki. Këtë ka një problem me kuptu se shkenca, teknologjia, nuk është një popull, një kombot që e ka prodhu, po është një lloj bashkëveprimi i këtë njerëzve të botës, secili ka kontribuar nga kambi i vet dhe ka ardhur teknologjia në këtë nivel ku jemi sot. Se dikush o kon shkak për me zbulu korrentin, rrymën elektrike, dikush o kon shkak për me gjetë matematikën, numrat, pastaj algoritmat, pastaj internetin, secili ka kontribuar. Japonez, angles, musliman të lashtë. Musliman kanë dhënë kontributin më të madh vetëm në 1000 vjet histori. Edhe këtë thënë edhe jo musliman. Kështu që kjo lloj pyetje tregon e para për ignorancën e këtij që pyet, për tendencën e tij, edhe normalisht për keq kuptimin e gjanave që don nëpërmes të pyetjes në paraqit. Na i themi, ne muslimanët fetarisht kemi drejt me përdor çdo send që prodhojnë jo muslimanët, nëse ato nuk e dëmtojnë fen. Edhe kjo është rregull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte jetonte në Mekë edhe erdhi në Medinë. Në Medinë njerëzit mishin me bujqësi, Muhamedi alayhis salam nuk e njihte bujqësinë. Edhe u dha një rekomandim Medinelive, tha pse bëni fekondimin ose plenimin e hurmave, se çka e ka dhënë Allahu bereqet me bot. Ata e ndëgjuan Muhamedit alayhis salam, mirë po nuk dha bereqetin e dur. E i thanë ja Rasulullah, ndodhi dështum. Tha ju e dini dynjon më mirë se unë. Tha unë fola si njeri, nuk fola si pejgamber. Edhe kjo tregon se domthonë zhvillimet shkencore, teknologjike, industriale në botë muslimanëve nxiten me qenë pjesëmarrës në prodhimin e tyre dhe në përfitimin prej tyre nëse ato nuk e dëmtojnë rregullin e fesë. Për shembull, tash TikToku nuk ka kurrë problemi me përdor për të përhap shkencë, për të përhap teknologji, për të përhap udhëzime fetare. Ama nëse ti hap pornografia ti ndalohet. Jo TikToku, po edhe një libër me shkujt me tregime erotike bëhet haram. E një libër që shkon te tefsir ose shkencë matematik ose fizik bëhet halal dhe obligim në fars. Kështu që ka dallim. Këto gjërat që janë botë, nëse i përdor për të mirë, lejohet me i përdor. Nëse i përdor për të keqe, ndalohet. Thika si thik. Nëse ti e përdor me prej bukën, me prej mishin, e ki halal edhe nëse e përdor me mbrojt veten, bëhet obligim. Nëse e përdor me therr dikan, atë normalisht bëhet haram me majt atë thik. Kështu që këto gjërat që janë materiale në botë, nëse i përdor për të mirë, të lejohen, ndoshta të obligohen. Nëse i përdor për keq, ndalohen edhe nuk i drejtë me përdor. Kështu që edhe TikToku, edhe rrjetet sociale, edhe këto gjërat teknologjike që ekzistojnë sot në botë e kanë njëjtin tretman. Kjo është feja islame dhe madhështia e kësaj feje, e cila me këto rregulla është kompatibile me të gjitha zhvillimet shkencore dhe teknologjike në botë. Na flasim për TikTok sot, ata fëmijët tonë dhe nipat tonë dhe stënipat tonë kur kanë ndëgjuar këtë mohabet kanë me qesh, ka thonë çka ka dalë tash kanë fol për TikTokin. Po vërtet. Po shumë kam merak me degeneru këto ignorantat shqiptarë sidomos. Ja ban thot te kishte pyetjen TikTok. Po mirë me ti çka bën njëjtë? Hajde ti. Po ta gjysmën kur gjom. Ama është problemi ai që on thash kjo është rezultat ignorancës tonë. Se ata leç janë ignorant. Po me këto pyetje kallëzojnë se janë ignorant, a mendojnë se me këto lloj pyetjes kanë menazon neve ngushtë. Edhe na s'kena me ditë më përgjigje, zënëm hoxhën ata, shef. Musliman ta shef. Ai as TikTok prodhon, as shkencë nuk prodhon, as matematik, as shkollë, as media, as kur nisën nuk vënë, ama normalisht ka gjetë mundësi në rrjetet sociale me komentuar tash flet brot shkolla. Bash.